Përshëndetje, sot do të përgatis një kek shumë të shpejt, po tepër e mirë. Për përgatitjen e kësaj keke na duhen pak përbërës. Së pari marrim 3 vezë që janë në temperaturë dhome dhe ja shtojmë një gotë e gjysmë sheqer, gota të çajit, një gotë e gjysmë sheqer. Pastaj këto i fundim për një minutë derisa sheqeri të shkrihet. Ja shtojmë një gotë të çajit në vaj. E tundim pakës. Ja shtojmë një gotë të çajit kos apo jogurt. Prapë e tundim. Tani marrim lëvorën e një limoni dhe e grym në rrejnë lëvorën e limonit. E aqesim lëngun e një limonit apo 60 ml limon, lëng limoni. Pastaj e marrim një gotë të ujit miell dhe një lugë e pakës më shumë pluhur për pjekje, peciv apo pluhur për fryrje, i bëjmë bashkë, i sitim. Dhe këto i përzim mirë. Dhe në fund ja shtojmë një lugë të vogël vanilë esence. Ju nëse keni lëng vanilë, ja shtoni e pluhur, sheqer pluhur vanilë. Dhe të gjitha këto përzihen ja si duket, brumi është mjaft i hollë dhe i mirë. E marrim një tepsi e cila do të ketë diametrin 20 cm. Nëse doni të bëni kekun më të madh, atëherë i dyfishoni përbërësit. Tepsisë i shtrojmë letër për pjekje dhe e lyjmë me vaj në të gjitha anët dhe e fusim në furrë që të piqet në 180 gradë për 30 deri në 35 minuta. Tani keku është i pjekur, vetëm e çkoçim nga tepsia. Dhe është mirë ta lëmë pakët që të ftofet, një 10 minuta. E tani me anë të pjatës, unë e rrotulloj kekën e qes në pjatë. Është mjaft e nxehtë. Edhe tani e rrotulloj prapë me një pjatë tjetër. Tani kekës i qes pak marmeladë apo xhem, unë këtu kam zgjedhur me shije dredhëse. Keka është mjaft e shijshme, domethënë me aromë limoni dhe me marmeladë dreze dhe në fund fare i qes kokos të grirë. Kjo është keka për sot, është shumë e mirë. Mos hezitoni ta përgatitni shumë shpejt dhe lehtë përgatitet. Për më shumë receta vizitoni kanalin tim të YouTube-s Mel's Menu, Instagramin tim, Facebookun tim, por mos harroni këto të ma bëni follow në TikTok sepse kanë për të ardhur receta shumë të mira. Tani bëjmë prerjen e kekut në 8 pjesë të barabarta, kuleç. Edhe pse është keku i nxehtë, e shihni se është mjaft i mirë. Ja është akoma i nxehtë, po unë kam dëshirë t'ua tregoj. Me të vërtetë ja vlen shumë një kekë e lehtë edhe shumë e mirë. Ju falenderoj shumë për vëmendje, për suportin që ma bëni. Shifemi hera tjera me receta edhe më të mira. Faleminderit shumë.